emision mundësohet nga DentalMed Austria dhe Elixens. Artan Dulagu është një nga njerëzit më të rëndësishëm të biznesit në Shqipëri, me cilin kam pasur fatin ta kem edhe punëdhënës për 2 vite në Vision Plus, ndërsa sot kam nderin ta kem në studion e podcastit tim. Faleminderit. Si. Shumë modest në daljet, megjithëse ke një nga televizionet dhe mediat më të rëndësishme në Shqipëri. Më pëlqen observacioni dhe desha të shtoj që në thelb se kam parë kur median si aset personal, por është aset publik dhe jam munduar ta lër të tillë. Besoj diku me ditëlindje nga 87 jeni diplomuar. Cila ka qenë puna e parë? Puna e parë ka qenë kryeministër. Bëjse ka po. Jo. Bëhet virale kjo. Puna e parë që kam bërë ka qenë pedagog në fakultetin ekonomik. Ka qenë një periudhë shumë interesante e jetës, sepse me një mbasi mbarova shkollën, atëherë ju ndoshta e mbani mend që ishte 0-1 dhe jo pjesa, nëse ti nuk mbaroje me notat e mira, duhet pastaj të ikje diku në periferit, punoje në skajet më të larga të vendit dhe kjo më bën stres që të dina me notat e mira dhe përjedhoj patafati që mbajtëm pedagog. Të njëjti fat kam pasur dhe unë. Si që e dinë se çfarë po flas. Do të bëja gjëra të jashtëzakonshme në shkollë që të arrije të bie aq në sy sa të emronin pedagog. Si se shumë e vështirë se për fat aty në fakultetin ekonomik çunat ishin me kokra. Që Po, pedagogët e keni pas mirë, ato s'nanon pashkon. Absolutisht. Super kaste në gjenë. Për kohën, për rrethanat ishin super të formuar dhe super. Kjo besoj ka qenë dhe periudha ku keni rënë për herë të parë në kontakt me konceptet e ekonomisë tregut, biznesit, sepse ne ishim një ekonomi e mbyllur pa pronë private deri në 90 në Shqipëri për ata që nuk e dinë. Po, padyshim që ajo ndihmon, ne kishim një lloj aksesi në zonin atëherë në bibliotekën kombëtare, kishim akses të informacionit diçka më shumë se sa themi njerëzit të thjeshtë që s'kishin formim ekonomik. Dhe kjo na mëse hapur me dritare diçka më shumë se sa arsi se ishin limituar, ishin censuruar, ju e din. Por diku rrithe me një super informacion që të ndiste këshërinë dhe për momentet të bënte të reflektohet në ndohë. Dhe nga mendimi deri tek veprimi, kush ka qenë biznesi i parë? Biznesi i parë ishte kur u ktheva nga Anglia. Ishe në studia? Isha me studime. Aty më erdhi një pedagogu im edhe i minjori Gramos Pashko, i cili kishte se tani më kujtoj një takim në Queen's Hall Elizabeth, një lloj fjalimi të madh aty. Unë erdha në Birmingham ku isha në shkollë dhe e takova dhe më tha çfarë bë këtu ti? Hajde. Si që kishte moj. Urgjenta aty. Dhe në fakt më bindi dhe kishim marrëdhënie për një kohësh që kur isha student më vonë pedagog dhe më bindi më tha që vendi nuk është në Angli, është vendi në Shqipëri. U ktheu bërë pjesë e kabinetit të tij në fillim të 91-shit. Ku ishte zëvendës kryeministër? Dhe organizova dhe takimin kush e mban mend takimin e parë të G21 në Shqipëri, erdhën për herë të parë. Takimi më i rëndësishëm ekonomik i asaj periudhe. Dhe paralel kisha filluar bëja një lloj themi aktiviteti importi nga Perëndim, kryesisht nga Italia. Ku në atë kohë pjesa më suksesshme ka qenë industria e makinave ose veturat dhe kamionët. Kam qenë importatori i parë, themi, i licencuar lukti. S'kishte nevojë për licencë atë, por unë se lejohesh. Në një farë mënyrë fillova ta bëj nëpër masa relativisht se deri diku secili sillte nga 1 nga 2 unë. Sjellën e parë ishte 21 makina, kështu që ishte një lloj. Makina e parë private në Shqipëri ka hyrë fiks në 8 dhjetor 1990, ditën kur
ngrit në studentu dhe ka përkuar që ka qenë dhe Unë kam pasur nga ëndrat e para. Kam pasur makinën time të parë atëherë, se edhe pak i pasionuar ndaj se që kam pasur një makinë që një BMW 318 i Dashuria e parë nuk harrohet. 006. Pastaj në ndërtim kur Pastaj në 96-ën ishim deri në 96 morë me këtë pjesën e makinave. me import. Kam importuar po thuaj se çdo lloj produkti nga Italia, gjithmonë kam qenë relativisht, do të thoja, inovativ në sensin kam sjellë një gjë që se kishte bërë dikush më përpara ose kishte bërë për masa modeste. Një nga sukseset e mia ka qenë të them që kam qenë i pari të sill fishek zjarret në Shqipëri me përmasa të mëdha. Pra ti Jam unë ai për bevër. jeti ai që i bëre shqiptarët fillojnë të festojnë. Fishek zjarre. Okej, kishim nevojë sepse kanë qenë periudha të zymta. Absolutisht. Realisht edhe ishte gëzim atëherë, domethënë, tani është bërë problematike, po atëherë ishte një lloj gëzimi. Njerëzit e shprehin dëshirën për të festuar edhe me fishek zjarre. Po kam sjell produkte, po themi Këtu e bëre milionën e parë? ti po bën shaka, po ishte shumë profitable si biznes. Pa e marrë shqipo. Po. Në 96-ën filloi ndërtimi. Ndërtimi i parë kush ka qenë? Kemi filluar në 96 kemi filluar tek 1 janari fusha zez in dhe parë. Atë blokun që është në sot. Iniciativa ishte një e pam si biznes familjar që dhe kimi po merte vëgëmën edhe interesin e dur dhe vëmendjen e dur. Dhe kishim gjeneruar kapital mjaftueshëm për të pasur mundësi për atë që mund të ndërtim. Dhe e kishim vendosur si një sektor në cilin do doni të investon. Dhe u bën mbarë dhe pastaj një shoku im arkitekt që punonte në atë në Greqi që bashkë me të dhe ne tre vëllezër filloi ndërtimin e parë. Dhe ndërtimi në atë kohë kishte legjenda, nuk e di sa e vërtet ishte, që nuk kishte nevojë dhe për shumë para për të filluar. Përveç vizionit dhe guximit. Okej. Vizioni si mungon. Madje e kene me plus. Absolutisht, me gjithë më lërë të bëj një korrigjim, se kjo është pak a shumë është keq përdorur nga media dhe do ta shpjegoj pse. Me gjithë botën e qytetëruar, ndërtimi kështu funksionon. Nuk shkon asnjëri të ndërtoj një pallat dhe pastaj të prisë ta shes. Do në Itali, do në Amerikë, do në Miami, kjo punë kështu funksionon. Ti merr lejen, zhvillon projektin, bën advertising, akumulon dhe gjeneron mjaftueshëm kërkesa dhe vetëm kur ti ke realizuar një masë të caktuar kritike, ti pastaj fillon ndërton, sepse përkundërzi, nëse ti bën të kundërtën, është një esencë. Ndërtimi është menaxhim dhe organizim dhe jo domosdoshmërisht të thasme para. Absolutisht. Domethënë, ju mund të shkoni në një mall në Florida, të shikoni aty modelin, shkon të aplikosh, ti thua dua më jam interesuar të aplikoj, thot po, figun bleshtu, këto janë mundësitë e blerjes së tua dhe kur të ketë mbushur 70%, 80% të kërkesave, ju vjen nga ndërtimi. Kështu që s'ka asnjë gjë të re te pre-sale. Është një fenomen që është pjesë e botës së ndërtimit. As keq përdorur, as i përdorur, as nuk përdorur. Është pjesë e sistemit. Dhe ne nuk është se shpikim sistemin, ne thjesht ja aplikojmë në kushtet e Shqipërisë. Nga ajo periudhë e 96-s jemi në 2026, 30 vjet plot keni në ndërtim. Kush është projekti më i mirë që keni bërë deri tani? Ju nuk i ndani dot, e di, po Në jasë visat e dorës, se është por shiko, të gjitha janë interesante, kush sepse ka qenë i pari, kush sepse ka pasur vështirësi, kush sepse ka qenë shumë fitimprurës, kush sepse ka qenë një challenge teknologjik, kështu që është investimi më i mirë nga pikpamja e fitimit. pikëfera vogël Dele prej madh. dhe lepër madh. Domethënë mund të them për që
ndërtimet në fitim burse ka qenë po themi Don Bosco. Ka qenë dhe guximshme ajo. Absolutisht. Në kopshtin botanik, domethënë ne bëm revolucion, mendoj, sepse guxuam të shkonim 1 kilometër larg Tiranës dhe të ndërtonim mes të hiçit. Don Bosco, për ato që se mbajnë mend, nuk ka qenë redaktori i Gazetës Shekulli, që ato i quajnë bila të gjermane përballë. Aty ka qenë një Ju thatë kush është ky shmend që i fare. të kam thënë atëherë, kur pash një kantier të rrethuar, edhe atëherë kam mështrahur për herë të parë dulagët. Edhe thash tani këto o janë gjeni, o këta janë katastrofa më e madhe. Dolët që ishit gjeni. Sa do se por ne për fat mi jemi një biznes familjar, jemi 3 vëllezër, kështu që probabiliteti që të jemi 3 bullallënj ose i detë Është shumë i ulët. Keni edhe 3 zonja, kështu që ai më tepër. investimi më i keq. Që s'do doja ta kishe bërë tani. Sepse nga ato keni mësuar, nga dështimet mëson njëri. Kemi ke proja gajt në Durrës, ne ndërtuam aty 600 apartamente. I bëm në kohë rekordi dhe gjysmë për atë kohë, po flasim para 15-20 ditësh, ishte shvicim maksimale. Kurse responsi në zuri kriza vitit 2008-2012, edhe responsi ishte shumë. Erdhen ekot e krizës greke dhe fluskës amerikane në atë periudhë, se atëherë ka qenë 2008. Por a ka rrezik fluske edhe në Shqipëri? Në ndërtim? Kjo është pjesë e ne luftojmë fort të vinim kapitalizëm. Edhe kapitalizmi don e ka brenda vetes zhvillimin ciklik. Dhe zhvillimi ciklik do të thotë që një 8-10 vjet, 7 vjet, sa ka filluar të shpejtohet, ti ke gjithmonë një krizë. Duhet të jesh mjaftkueshëm, i arsyeshëm që kur është periudhë bumit të vesh pak udhjan, dhe kur është periudhë që do mbash dietë të trezësh jam të ndër. Është sinusoid. Në ça momentit sinusoidës jemi lart, po është mes. Mund ta ndajmë në dy komponente, në Tiranë dhe në Bregdet, se këto janë dy ngjarje më ndaja. Dy kantieret më të mëdha ndërtimit në Shqipëri. Në Bregdet mendoj që ka hapësirë akoma, kurse në Tiranë do thosha që do filloja të filloj intermittent fasting, që thënë. Jemi në pranë ngopjes. Pra, kjo është edhe një lloj këshille për të bërë pak kujdes. Absolutisht. Për e keni për kolegët ndërtues, e keni për investitorët, e keni për blerësit? Për blerësit jo, për blerësit mund ta shohin si një opsion për të qenë më piki në zgjedhjet e gjërave, dhe të kenë mundësi zgjedhje më të mirë. Do i rekomandoja që në çdo rast në këtë kohë nuk është e rëndësishme 100 euro më pak apo 100 euro më shumë, se sa është e rëndësishme që të shesësh aty ku po jep gjakun, djersën, lodhin tënde, sepse Breja Shpis është një event një në jetë, për shumicën. Është apo po shumicën po, sepse është ajo që thuhet first time buyer. Kur ti bën shtëpinë e parë, ke mundësinë të blesh pastaj shtëpinë e dytë ku e zgjeron me një dhomë, që është më kollaj edhe me dy dhomë. Pastaj se ke mësuar nga gabimet ose nga eksperiencë. Kuzhinë dhe një dhomë ke. Tani vetëm shton dhomë si të rishet atë, ble një më të madh. Dhe vetë se që në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që ti të masësh ku po e hedh fatin tënd, se sa qofësh është 5 tek më shumë, 5 tek më pak. Do t'i rekomandoj që të ecim me kompani që kanë një rekord të mirë në lëvrimin e kohë dhe në cilësi produkt, sesa me kompani që janë të reja në treg që nuk dihet se si dhe shyrë ta menaxhojnë krizën. Kjo jo se më leverdismo personalisht, por besoj që kjo është i ka mban logjike, kjo mban alarme. Po. Okej. Është e shpejtë? Është një fenomen i çuditshëm. Por e logjikon duhet të kishte ndodhur. Nuk ka ndodhur akoma. Dhe pastaj i fillon mendon pse nuk ka ndodhur akoma, dhe ka shumë arsye. Çfarë na ka mbrojtur deri tani? Çfarë po e largon? Për shumë asnjëri nuk e komenton, nuk e thot, nuk e le ta themi. Ky është studio e përzërtimit për arkitekturë për urbanistikë. Absolutisht me maksimumin e transparencës, edhe për një lloj ndriçimi të vetes dhe të publikut. Janë 30.000
italianë që janë rezident në Shqipëri dhe kryesisht në Tiranë për shkak. Që edhe këta fillojnë i lehtësojnë pak tregun. Si vitin e kaluar të huajt ka blerë 500 deri në 600 milionë euro. Absolutisht. Ne në ndodhi një fenomen interesant para ca kohësh. Kishim një ekip të madh që kishte ardhur nga Polonia dhe ata ishin të interesuar për projektet tonë të blerë. Polakët dhe çekët. Hungarez ka plot, nuk është aty, Rumun, Bullgar, Evropa qendrore, kryesisht. dhe ata erdhën me logjikën që të shikonin produktet tona, me logjikën e tillë unë ju ofrova projektet në Bregdet, jo tha duam të shkojmë në Tiranë për shkak. Dhe pse në Tiranë, se kuptoj. Në çfarë arsye ka një polak të vit dhe një shtëpi në Tiranë. Dhe pastaj me shumë qetësi një kolegu më shpjegoi dhe unë që e kam përjetuar këtë e kuptova dhe më bëri sens. Logjika është që ne po presim të hyjmë në Komunitetin Evropian, të bëjmë pjesë e Evropës. Në momentin kur kjo ndodh, për rritet çmimeve dyfishore. Rritet besueshmëria Çmimeve dyfishore tek një ekonomi, po. Ndalim ke ajo më e kapshme nga ana e publikut. Dhe në momentin kur çmimet dyfishohen, automatikisht ti përfundon një operacion imobiliar suksesshëm apo. Dhe ç'a ndodh? Duke ditur që për 2 vjet, 3 vjet në mund duhet të futemi në Europë. Këto shtete që kanë parë këtë gjë të ndodhi në vendet e tyre, e din televizje çështjes edhe ç'a thonë, okay, un kam leta themi një polak në fund ditës 150.000 euro, kur ka 50.000 euro të ardha për frymë, do të burse ka në gjithë, dhe arrin edhe të taluaj bixhos. Bëj një investim. Është arsye e parë që më shpjeguan. Arsye e dytë ishte që duke qenë se ne jemi akoma jashtë komunitetit, ata nuk kanë nevojë të bëjnë raportim për taksa, që është arsye e dytë. Pra, lekë të tilla që është arsye e parë për ata në këtë. Mund të jetë dhe arsye e parë, nuk për mua janë të dyja të vlefshme. E kanë plus domethënë që të vepojnë. Pra, këto të dy arsye, fabula e integrimit në BE deri në 2030 do na mbaj. Besoj që po. Në Bregdet që thatë që ka ende hapësirë për zhvillim, në cilat zona më shumë? Është dhe aktuale, po unë do ikim me sy mbyllur në Vlorë, nga Vjosa në Orikum. Është pjesa për mua. Kjo është këshilla që mund të japësh atyre që duan të bëjnë investim në. A janë në kohë, besoj, sepse mas disa vitesh ndoshta. Jo, mbas disa vitesh do kenë mundësi. E them pa ashtu, domethënë prapë nuk e kemi shpikur rodën. Kur Port of Montenegro doli për herë të parë në treg, ishte me çmimet që kemi ne tani 2.500. Sot janë 12.000, sot është 15.000, 19.000, 19.000. Që realisht nuk do kenë mundësi. Teftoj një rast është dhe një ngjarje me këto çështjen e Zbënecit. Mendoj që pa qenë brenda historisë së saj, po mendoj që të jetë mundësia e një investimi për 4 miliardësh, padyshim ai do të ndryshojë jetën e gjithë zonës përreth, jo të gjithë, por të gjithë Shqipërisë. Besoj se është investimi më i madh, paktën i deklaruar deri tani në industrinë e ndërtimit. Është në çdo lloj industrie dhe është në çdo lloj industrie në Ballkan. Më thuajti mua, çfarë investimi është të këtij niveli ke dëgjuar sot në Ballkan? Malizi maksimum ka pasur 800.000. Plus me përveç parave dhe brandimi. Absolutisht. Emri. Absolutisht. Të gjitha bëjnë. A ka një problem që duhet ta zgjidhë qeveria? Qeveria di vetë punët e veta. Një nga ato tipare që na karakterizon që me qeveritë ne gjithmonë kemi njëtur arm length distant, sepse kështu e kemi bërë zgjedhjen tonë si nuk do të ndal keq. Ndoshta, padyshim që nuk na ka dalë keq.
ka qenë fat apo ka qenë zgjedhja, nuk e di. Por duhet të them që në thelb është një bekim. Është një bekim që inputin në ekonomi ka super gjigant. Mendoj që në këtë aspekt Vlora është një cluster në Bregdetin shqiptare, cila kur çdo pjesë e Bregdetit, po themi Veriu, Lezhë, Saranda do hyjnë në krizë, Vlora do jetë jashtë kësaj pape, do vazhdoj të ketë jetën e vet. Dy janë faktorë: aeroporti dhe investimi i madh i huaj. Pra edhe biemri i madh i Trumpit. Shko, okej, pas dyshim që emri i madh bën sens, po 4 miliardë kanë advertising më të mirë mundshëm, nuk ka nevojë për mbiemra. mbiemra. I kanë emrin e madh vet. Okej, a do rriten më çmimet? Se kjo është ajo që ne dëgjojmë gjithmonë refrenin. Do ulen, do rriten. A do ulen do vëlla shpytja? Unë kam frikë që ja. Unë mendoj që do ulet dollari, do ulet euro, por edhe do rriten çmimet. Besoj që për në bush ne mund kemi ngjarje madhore në këtë aspekt. Që do jetë? Mundet që kemi zhvillime të mëdha, por kjo është një pjesë imi që të kthehemi ke pjesa e konvertimit ose e mbrojtjes së monedhës me gold, me flori, që ndoshta shumë monedha do t'i vendosin në stres. Banka e Shqipërisë po e bën këtë manovër, ka disa Ashtu? Po. Bëhet qefi që ka raprimë në Vetëm nga rezervat e arit, sipas lajmeve të fundit, ka fituar jashtë zonës shumë, sepse ne dimë që ari është monedha e krizave dhe sa më madhe kriza, aq më shumë rritet vlera e arit. Dhe besoj që është kapur kjo si politikë monetare e Bankës Qendrore. Kështu që nëse themi do rritet çmimi, ndoshta në lek ose në vlerë reale do jetë po aq se po ne themi kemi spekulim të madh, themi që është rritur çmimi me 30%. Ndërkohë që unë si do juve të them që që euro është zhvlerësuar me 20%. Sa është rritur çmimi? -10. Si dhe kjo për të kuptuar, do ta kuptojnë që ndërtimi përveç fuqisë punëtore që edhe ajo po vjen nga jashtë, pra edhe ajo paguhet me euro. Pjesa tjetër çdo gjë është import. Hidrosanitaret, cimentoja, hekuri, një pjesë e materialeve të tjera, një pjesë dërmuese e materialeve është e gjuhë për fasada që mund. Sa kohë që ne paguajmë me një monedhë që është zhvlerësuar automatikisht, pra do vazhdoj të rriten çmimet. kam frikë se po. Më shumë në Tiranë apo në Bregdet? Atëherë Tirana e ka më të limituar të vlerësin. Kurse ne kemi fatin që po komercializuar si duhet, po ndërtuar si duhet, Bregdetin shqiptar ta ofrojmë në komunitetin evropian edhe mbi gjë, që pra kemi një treg që është 350-400 milion popullat. Kush po blen në Shqipëri? Atëherë blerësit kanë gjeografi të caktuar. Në Sarandë janë nordikët për shkak. Edhe Ukrainës, në Vlorë pjesën e saj ka dhe holandez, ka dhe ne pothuajse në projektet tona në Bregdet 35% e kemi të huaj për shkak. Kjo është vlerë në rritje, Po, më gjë e madhe. Dhe as mendoj para disa vite. A pastrohen para në ndërtim? Shiko, është një pyetje me dhënë, pyetje ku ka gjetur shumë jehon apo nga tek mediatik. Unë do të thoshe që kur bëjmë të gjykim, do të gjykojmë a pastrojmë para një ndërtim, po ndoshta edhe mund pastrojmë. A ndodh kjo në vendet e tjera? Absolutisht që ndodh. Është kjo determinante dhe dërmuese? Jo. Edhe që ngatrohet me qëllim të thosha unë është që ngatrojnë edhe pjesën tjetër të shqiptarëve, jam 1 milion e 2 milion shqiptarë që punojnë në perëndim, të cilët për arsyet edhe të faktorëve të ndryshëm që punojnë pjesë punëzes me ato më shumë, kanë gjitha të dëgjë. kanë paratë më të pastra në botë, po janë i detyruar të sjellin kesh sepse dhe punëdhënësit atje janë dhënë
në kesh. Natë. Atëherë ky approach, ky lloj qëndrimi kështu denigrues është i kotë, është absurd. Unë do thosha që duhet ishte shumë më vigjilent për të kuptuar që jo çdo para që vjen në Shqipëri është patjetër e pisët, është shumë e vogël pjesa e pisët. Mendoj që qartazi organet kompetente mund ta bin tracing edhe ta bllokojnë këtë pjesë, por në asnjë mënyrë përsëris, në asnjë mënyrë nuk do të trëmin atë pjesë të popullatës që punon në mënyrë ndershme dhe vjen të është patriot e mjaftueshëm që vitë të blej pastaj bare. Pallatet Bosch mit apo realitet? Pallatet Bosch janë realitet për ata që kanë ardhur, janë futur në këtë industri si outsider dhe në një farë mënyrë është përgjigje e tregut që ata marrin. Ne, kur themi ne, kompani të qartazit të orientuar në ndërtim, nuk kemi absolutisht Pallatet Bosch. Po ndodh evolucion apo revolucion në industrinë e ndërtimit në Shqipëri? Për mua është revolucion. Pse? Sepse jemi në avangardë të gjithë rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor. Ne përshëndërtojmë më mirë, më shpejt, më cilësisht se çdo pjesë e vallë. Na ndihmoi edhe tërmeti 2019 për këtë gjë? Tërmeti ndoshta rriti një çik ndjeshmërinë ndaj faktorit të qëndrueshmërisë të seriozitetit, por ishte aty edhe para saj. Arkitekt huaj apo arkitekt shqiptar? Absolutisht ekstremet janë ndëmshme. Unë do thosha që ne kemi një super klasë arkitektësh. Ajo vjen natyrshëm sa kohë që ti ke industrinë kryesore në vend ndërtimi, padyshim që brenda Bertuz dhe ka arkitektë të talentuar që kanë bërë gjëra vërtet të vlefshme, padyshim që na duhet edhe ajo know-how i arkitektëve tuaj që dalin jashtë për mase, po të sill një argumenta. Për fat keq, shqiptarët nuk kanë bërë një marinë apo ja. Normalisht duhet të apelojmë ta bëjmë jashtë. S'kemi përvojë. S'kemi përvojë. Ndoshta të dytën do e bëjmë vetë, të tretën do e bëjmë më të mirë vetë. Pjesa integruar e një kompleksi të zhvilluar në Shqipëri është relativisht komplekse, ka urbanizm, brenda ka landscapistin, ka shumë gjëra, të cilat ndoshta studiot shqiptare nuk i kanë paketë të ofrojnë gjithë bashkë. Kurse studiot e huaja e kanë këtë avantazh sepse kanë bashkëpunim me të gjithë elementet e ST-s. Ndërtimet e një karakteri, po themi madhor, funksionalitetin e cilëve mund ta kemi shumë kompleks, automatikisht një pallat sporti, një stadion, nuk do të kemi turp të kërkojmë ndihmë. Besoj që një pallat 10-12 katësh në buzë rrugës e qenë shqiptarët shumë herë më mirë se thuhet. Po, sepse e kanë bërë. U bërë Ka shumë asaj si bërë aq shumë se s'ka më nevojë. Ky është problemi më i madh që ka industria e ndërtimit sot? Në gjykimin tim, krau punës. Si zgjidhet? Në atë voglën tonën ne po mundojmë të importojmë krau punën nga jashtë. Azia kryesisht. Kemi bërë tentativa nga India, nga Pakistani, nga Egjipti dhe së fundi besoj që Egjipti më del më produktiv. Unë kam në zyrën time një foto, janë 6 indianë që mbajnë një shoforeku i 12, që normalisht të mbajnë një punëtor shqiptar, që edhe aty nuk është se është eureka u zgjidh, ka dhe aty probleme. Kullat janë zhvillim apo problem? Ne rrotën e kemi gjetur të shpikur. Kullat janë demonstrim i forcës, i zhvillimit i potencialit dhe fjamar. Në momentin që do bëjmë problem, automatikisht ekonomia tregut e zovon, i stallon. Sa kohë ne do i shohim ndërtojnë, do thotë që janë pjesë e demonstrimit të forcës, vitalitetit, suksesit që ka e pani edhe. A kundërtohet shumë apo ndërtohet pak? Ka padyshim nevojë për ndërhyrjen e shtetit,
duhet vendosesh mekanizma të tilla që të stimulonin raportin kërkesë-ofertë dhe mos lejojnë pjesën e amatorizmit tani që lidhen tre veta i ne godbirë them nesër do fillojmë një pallat dhe fillojmë një pallat. Pastaj Kur na del alkooli në pjesë, edhe fajin e ka pastaj shteti që la arena po që s'tje penalti. Një këshill për të rinjt që duan të investojnë. Si mund t'ja fillojnë, nga mund t'ja fillojnë dhe a është ndërtimi një nga kushat? Unë gjikoj që të rinjt janë trigë, duhet të bëjnë gjëra të reja. Duhet merren me Teknologjitë, duhet merren teknologji, duhet merren shërbime, duhet merren me hospitali që ka plot. jo vetëm pjesën tradicionale. Jo, s'kem të bëjmë majmunë, kuptimin dikur, ju e mbani mend bënde një furbuke dhe të tjerë gjithë me Bilardo, calceto. Mundoti është kreativ, është zëje për të ndërtuar, zëje për të bërë nga e para për fatmirë në Shqipëri. Ky është momenti më i mirë për të rinjt. Absolutisht. Realisht jemi me fat sepse bota është në turbullirë, ne jemi më stabil, do të po reflektojmë nestabilitet tani në botë, me plot fjalës. Është çdo gjë për të bërë. Jemi vendosur në hartë me sukses. Gjithkush flet për Shqipërinë. Ky është momenti më i mirë ekonomik në historinë e Shqipërisë. E kanë menduar njëherë Shqipëria dhe shqiptarët që të jenë në këtë stad? Unë jo për veten time. Është vërtet. Kur ke hyrë në biznes, e ke menduar që do ishe në këtë stad jo vetëm kompania juaj, por kompanitë e tjera konkurrente? Dhe në përgjithësi, Jo. mjedisi Jo, ekonomik. Realisht po përjetojmë një moment dhe ndoshta këtu është dhe problematika dhe të janë momente, të janë dallë. Ti duhet bësh të mundur që kjo dallë të jetë sa më gjatë, sa më ashtu që ta ketë dhe efektin sa më afatgjatë. Thinja kemi tani edhe besoj në atakon të japi dhe në këshit. Duhet disiplinë po konsistencë për të qenë suksesshëm. Edhe unë do të isha gjithmonë parizan i konsistencës. Absolutisht në fund ditës. Unë kam një personalisht kanë qenë me këtë Mourinho, jo si që ai coachi, super coachi që trajton futbollistët. Mourinho, pse ajo. Dhe Që tregon historinë e Balotellit. në darkë si për këtë e bëra këtë pyetje, ti vrapon mbas talentit apo mbas Liru punëtor. punëtorit? Absolutisht punëtorit. Talenti të lën rrugë, talenti të ose punëtori di që do të ka konsistenca të konsistenca që të janë në Një shtëpi apo një makinë, ç'a duhet të jetë? absolutisht Se ti i trajton të dyja, ti edhe ndërton shtëpi edhe shet makina. unë do të thosha dyqan. Sepse dyqani bën me shtëpi dhe me makinë ose dhe makinë nëse makina e ke për punë. Okej, logacioni apo besimi tek projekti? Besimi i ndërtuesi. Me qira apo me kredi? Asnjëri se kupton, po qiraja është më produktive. Do të thënë njerëzit do bëjnë hesab. Sa ju kushton qiraja dhe sa ju kushton tabel. Raporti në Shqipëri është akoma shumë më i paguajshëm të qirasë. Metra katror apo depozit në bank? Absolutisht me tregohet. Më mirë 5 prona mediokre apo një shkëlqyer? Ti e di më mirë se unë që ne në real estate kemi edhe shprehjen location. Pra një pronë shkëlqyer do thonë është në locationin e dur, por i doj ajo i mbijeton fos. Paraja qëllim apo mjet? Mjet. Kush është qëllimi? Qëllimi është të Liria? Një tuaja në aspektin e lirisë, po. Sepse liria pastaj të jep mundësitë. Pse flitet kaq pak në shkollë as pak një herë, por edhe në media flitet shumë pak për le të themi investimet individuale, pra pjesën e kulturës investimit personal, për kulturën e paras, për kulturën e investimit, për kulturën e kursimit, etj. Ose kur flitet o në mënyrë pejorative, o në mënyrë komuniste, ose me shumë droj, do të thënë sikur mos bëhet një gabim. Më pëlqen observacioni juaj është absolutisht klinik si observacion. Me sy klinik do të isha thoshe, është ajo që i mungon shkollës sot dhe është
është një nga gjërat që do bëhet sa më shpejt. A ka qenë kjo një mënyrë për të mbajtur njerëzit nga ato që kanë krijuar sistemet në histori larg paras? Mojmë edhe të pjesën e filozofisë, nuk është terrenin As teoria konspirative, jo. Shiko, unë kam një odhezë dhe kam të thosha Shokun tim. shumë të avancuar në këtë pjesë, ai më bëri të mundur të Pashishe me këtë shqetësoja vaksinës, ai e parashikoi që do ishte gen scam, gensi, patjetër, dhe njëkohësisht që ka realisht një të drejtë. një deep state. Okej. Nëse shqiptarët nuk e kanë akoma, nuk e di për të mirë për keq, sepse s'bëhemi dot 5 veta bashkë. Më vëllai thot atë fishta bëhet një test me pleshta se sa 2 shqiptarë me imeni. Nëse do kishit 100 milion euro në një fond investimi, në të cilat nga 3 sektorët do t'i investoje sot në Shqipëri? Për absurd do thosha në ujë, energji, edhe ndërtim se s'mund të Anashkaloj. Energji diellore, çfarë era, të rinovueshmet. Për thash ujë, dhe kisha pak më të ngushtë më të gjerë konceptin. Ujësi dhe ujë, të bëja dhe shumë. Toka është e fundme. Toka dhe problematike nesër pas nesër. Besoj e fort që ata që janë të parë të botës, është i Bill Gatesin me të drejtë, o bëjmë mbledhje masive të truar. Të tokave. Më falë, të tokës bujqësoj. Se vetëm ajo nuk shumohet. Gjitha shumohen. Okej, gabimi më i madh që bëjnë biznesmenë shqiptar sot. Kjo një tjetër. Po hymë në një epokë të re ekonomike, apo jemi në Shqipëri, po flasim, apo jemi akoma në eksperiment? Unë gjikoj që nuk mund të trajtojmë Shqipërinë të shkputur nga bota. Dhe mendoj që bota po hyn në një epokë ekonomike. Cili është ai investim, ai biznes, ajo ndërmarrje që nuk keni realizuar dhe për cilën jeni pishman sot? Ajo që unë ndoshta do ta gjykoja 2 herë të investoja, ndoshta deri diku telekomunikacion. Këtë pyetje nuk do dohet ja bëj as kujt tjetër përveç teje. Si e shet Tiranën pas 15 vjetësh në pjesën e ndërtimit? Çfarë qyteti dhe? Shumë vibrant, padyshim në avangard dhe të një vend ku do dihesh mirë të jetosh. Shiko, ne tentojmë të jemi autokritikus, por le të themi një gjë, asnjë nuk e di që në Komunitetin Evropian shkalla klimik për 100.000 banor më e ulta është në Shqipëri me 4. Në Bruksel, në zemër të saj është 64. Ne kemi një liri fetare, liri jemi të paparajgjykuar në atë aspekt. Kemi avantazhin e një super kuzhine, kemi avantazhin e një super klimë. Më pëlqen ta them që Zoti na pa ishin dhe ben na hodhi në vendin më të bukur të globit. Si e shihni drejtë shqiptar pas 15 vjetësh? Atëherë ka problematikat e veta, ajo që duhet të kuptojmë është që Roma nuk u bë brenda natës, mund të jap një shembull, plazhi i Durrësit Keriori, jo Ulaxhi, u zhvillua në mënyrë totalisht jo ritmike, jo të rregullt. Pastaj ajo që ndodhi është që lloj procesi i përmirësimit. Bizneset e suksesshme blen bizneset pa suksesshme, u riformatua, u smaruan në cilësinë në shërbim dhe sot kemi realitete shumë pozitive në Bregderu. Do ketë Shqipëria një qytet të ri turistik nga e para? A është e nevojshme? Zvërneci. Okej, e kuptova. Po një qytet urban nga e para? Nuk e besoj. Po një Tirana 2? Tirana 2 po ndodh. Ne flasim në juglinje, po ndodh në Tirana 2. Pjesa e zonës vilave, tegut. Jo vila, se ka aty dhe ka dhe apartamente shumë. Ajo që duhet të ndodhi paralel është që
Kësaj ti parapri një infrastrukturë të nuk e lija dot edhe për respekt të karrierës time, por edhe sa çfarë ju provojsoni media shqiptare, 2-3 pyetje për media. A ka vdekur media tradicionale në Shqipëri? Jo në Shqipëri, mas media ka vdekur në gjithë botën, kështu që do vdisë edhe në Shqipëri, se është një fillim logjik. Nga media e spektaklit dhe debate politike, tani jemi ke vota e Big Brotherit dhe e Fermës Ville. Është tendencë në gjithë botën, realities janë ato që sot i vendosen ndaj çdo lloji programi. Ne kemi pasur jetin deri gratë, kemi parë efektin e filmit, efektin e sportit, efektin e talk show, efektin e gjithçka dhe ajo që godet që bën numra, që bën virale është patjetër realities. Dhe hyn në panelin e pyetjeve të fundit, kur keni qenë më pranë dështimit? Biznes. Unë jam natyrë optimiste. Vendimi më i vështirë që keni marrë në sipërmarrje? Vendimi i vështirë që mund të kem marrë është gjithmonë ka të bëjë me njerëzit. Kur kam qenë detyruar të largoj dikun të ka ndodhur shumë. Çfarë cilësie duhet të ketë një investitor ose një sipërmarrës që të bëhet biznesmen i madh, që nuk e shohin njerëz të zakonshëm? Shumë do përgjigjeshin me një klishe që të punoj fort, të mos punoj fort, punoj smart. Ju duke që vazhdoni lexoni. Po mundohem, ashtu. Si e dalloni një mundësi të madhe në treg nga një iluzion të madh? Se ngaherë janë aq afër njëra tjetrës. Jo, janë gjithmonë bashkë. Failure dhe sukses si ndahen gjithmonë një shumë. Jo, kur të ofrohet mundësia për të bërë një projekt gjigant që duket një mundësi e zakonshme biznesi, por nga ana tjetër ajo është iluzion. Unë kam një fat që ne jemi family run business, jemi biznes familjar dhe sa që unë fluturoj lart, të tërheqet. Adi duhet të tërheq më shumë. Adi më vjen së dy. Okej. Cili do jetë projekti më i madh privat në Shqipërinë e 10 viteve të ardhshme? Përveç pjesës Zvernet. Shiko, mund të flas për projektet e mia. Okej. Se jo. Dhe projekti më i madh që unë mendoj që ne do të jeni është në Sami, një produkt shumë cilësor dhe marinat me kace në Sarandë dhe Norikon. Janë të dyja super projekt. E ardhmja, do të thënë, ambicia jonë është me të dyja marinat ne të jemi në të jeni një nivel pak më lartë se Porto Novo dhe Porto Container. Pra, e ardhmja e turizmit ju e shihni në industrinë e detit. Nëse do ju merrte qeveria sot në telefon dhe do ju kërkonte një këshill vetëm ekonomike për vendin, sigurisht e lidhur me kontekstin e biznesit, cila do të ishte ajo që do i jep? Investoni në arsim. Si e shikoni arsimin? Shumë deficitar dhe ka nevojë që qeveria të merret realisht. Apo krijon kjo probleme në? Absolutisht po. Prandaj dhe vendi së shit. Ne sot nuk kemi shkolla. Ose janë të tilla që duhen patjetër fëmijë. A ka Shqipëria potencialin real për të qenë Kroacia e re me zë? Jo, unë do thosha Kroacia sepse është diminutive, do thosha Zvicra me det. Zvicra me det. Çfarë do ju bënte ju më krenar? Futje në listën e Forbesit si miliarder, apo që të mashit mend si njeriu që ndryshoi një industri të tërë në Shqipëri? Besoj që kjo e dyta. Pas 30 vjetësh, çfarë do doje, ose 50 vjetësh, çfarë do doje më i mend Artan Dulaku në këtë qytet? Çfarë? Kam një vendim që është në listën e Forbesit dhe kemi bërë këtu një bisedë, her pas here flasim dhe në atë kohë ishte tjerë kohë shumë mirë vajtë. Kërkoj dhe kam
që të mbjellet emri. Dhe mbrapa do thënë. Dhe na i me drejta, ja 50 vjet, ja 100 po pastaj. Shihet në këtë aspekt do thënë ajo është relative. Në fakt ti je në një garë me veten, e do të shohësh të eksplorosh kush janë limitet e tuaja. Por nuk t'intereson pastaj. Po të kërke pyetja e juaj e parë, me më përvarshme që përsa që më blerë është krijimi një diçka e të rejtë sa 1 milion më shumë, 1 milion pak. Shumë faleminderit. Si kënaqësi si për të jesh me ju. Faleminderit nga pjaca ku sot ato e ndriçoi Artan Dulagu, ju uroj mirëpafshim.